Unë nuk jam lloj njeriut që nëpërmjet këtij horoskopi të vë përpara përgjegjësisë duke thënë zgjidh. Nuk besoj se çdo gjë ka vetëm dy anë dhe ti duhet të zgjedhësh o njërën o tjetrën. Gjithashtu, siç e kam theksuar gjithmonë, nuk je i detyruar të zgjedhësh o të kuqen o të zezën, o lart o poshtë o majtas o djathtas o PS o PD e të tjera si këto. Për këtë arsye jam kundra edhe zgjidhjeve ekstreme si kundër janë terrorizmi dhe për më tepër indiferenca. Në ditën e vazhdim ta këshilloj dhe ty i dashur dëgjues apo dëgjuese qofshe shenjës binjakëve që të ndjekësh shembullin tim. Të mos i shohësh gjërat bardhë zi, të mos jesh pjesë e atyre njerëzve që na ndajnë ne dhe ata. Dhe të jesh tolerant si kundër të gjithë ne miqtë e vjetër në këtë frekuencë të re.